Ermal, të përshëndes, çfarë po ndodh në seancë, çfarë ke mundur të mësosh? Kasandra, momentalisht kemi mësuar se seanca është ndërprerë, ka qenë një seancë e nisur prej orës 10 në gjykatën e apelit të posaçëm, ku deri më tani kanë qenë avokatët mbrojtës të kryebashkiakut të Tiranës Erion Velie, që kanë kundërshtuar masën e sigurisë arrest në burg të caktuar nga gjykata e shkallës së parë ndaj Veliet, ku sipas hetimit të prokurorisë rezultoni përfshirë në akuzën e korrupsionit dhe atë të pastrimit të parave. Nga ana tjetër, do të shohim se kush do të jetë edhe qëndrimi i gjyqtarit të apelit posaçëm me Ngert Pullumbi, që duhet thënë se ditën e sotme në fakt rrëzoi një kërkesë të palës mbrojtëse, siç ishte edhe pjesëmarrja e avokatit amerikan Joshua Roberts, i cili kërkonte që të ishte pjesë e seancës gjyqësore në cilësinë e vëzhguesit. Por me vendim të gjyqtarit e Ngert Pullumbi, u argumentua se ai nuk mund të ishte pjesë e kësaj seance gjyqësore për shkak se nuk kishte, le të themi, një licencë avokatie të firmosur nga pala shqiptare, gjithashtu nuk mund të përfaqësonte në këtë seancë Erion Velie. Nga ana tjetër, si kundër e përmenda, seanca është ndërprerë, më pas pritet që të rinisë të vijohen me mbrojtjen e Ermir Betës, avokatit e Erion Velie, dhe më pas do të jetë ky i fundit që do të mbajë fjalën e tij përballë gjykatës. Nga ana tjetër, prezent në sallën e gjyqit janë edhe dy prokurorët e posaçëm, drejtuesi i kësaj prokurorie Altin Dumani dhe prokurori tjetër i çështjes Olz Dado, të cilët do të kërkojnë vijimin e masës së arrestit në burg. Do të shohim në fund se kush do të jetë vendimarrja e gjykatës. Nga ana tjetër kanë ankimuar masat e sigurisë edhe biznesmeni Elman Abule, ku ky i fundit është duke u hetuar njësoj si Velie me masën e arrestit në burg, ndërsa biznesmenët e tjerë në masën e detyrimit për të paraqitur në prokurori.